goca, qa bët këtë javë, si e kalua, ta menduat shumë. Ne mendojmë çdo ditë Ema. Prandajmi këtu. Sport janë i preferuar është mendoj. Fakt ndoshta pyetja që po kërkon është a mbi menduat? Pikërisht, sepse ky është një sport. Ky është një sport shumë ekstrem për mua. Jo sport si Unë mendoj që është një sport shumë i thjeshtë tani më për ty. Jo, tani është ka kaluar ato. Tani është bërë pjesë e rutinës, siç është kur çohesh lam dhëmbët lasu është bërë dhe overthink. Po zakonisht në cilën periudhë të ditës bëni overthink? Në dark. Në dark? Mëngjes herët apo natën vonë? Do të unë e kam kështu, unë mbas orës 10, ma nuk më funksionon më truri. Okej. Ti e ke pas? Jo, e kam para orës 10. Do me thënë mos të ta vëmre kur na shkron pas orës 10. Po, aty nuk jam vetvetja. Okej, në rregull. Aty jam shumë vulnerabël. Unë kam gjatë gjithë ditës, domethënë më kap në momente të ndryshme dhe më fut në vorbulla, e kupton që ti thjesht mendon për atë lulen aty jashtë, pastaj fillon, unë kam për çdo gjë. Ajo lulja, kush e di kush e ka mbjell, ai që e ka mbjell Këtu te fol te kjo. Ajo që e ka mbjell, kush e di çka ka kaluar në jetë, po mami vet, vllai vet. Pastaj bie shida e lulja, e kupton? Kjo që po thot Klea do ta cilësoja the art of thinking, jo overthink, se duket shumë poetike, duket shumë artistike. Po. Kështu sikur mendon gjën e bukur çdo gjë, po nuk mendoj që është kaq i bukur overthinku sa që ka Klea. Ja tregon Ema. Na tregon pak anën e errët tonë. Shko ana e errët është ajo shpreha, e keni parasysh që muhabetin nxjerr muhabetin edhe kështu është overthinku. Mendimin nxjerr mendimin. Pra ti e duke menduar diçka, dhe të kujtohet diçka tjetër, të kujtohet diçka tjetër dhe ti humbet në atë morinë e mendimeve, saqë ti kupton që të ka ikur koha për shembull. Prandaj ndonjëherë pse nxitohemi ne në jetë, sepse mendojmë shumë edhe nuk i bëjmë gjërat siç duhet. Tani overthinku është truri në survival mode. Po kjo gjë nëse je për shembull, po nëse je në një situatë të rrezikshme për jetën, është gjë që të ndihmon, po duke qenë se neve nuk është se na ndodh që të jemi në situata të rrezikshme për jetën. Po varet. Nëse kur am nga Gërmina, bëhet e përditshme dhe kur bëhet e përditshme të lot. Mua më ndodhi para dje ose par dje, unë isha para atyre. Bravo. E të mërshme. Shumë e të mërshme. Bravo. Ti më pak bravo me që na kujtoi Ema. Bravo. Aha, ishte te perioda ti dhe çfarë bëre? Isha para atyre. Isha para atyre dhe më doli në Reels në Instagram. Më doli në Reels në Instagram një video që ishte një bebë dhe kjo mami vetë kishte shkruajtur sipër, nuk e besoj dot që ky do jetë 80 vjeç një ditë dhe nuk do ketë më nevojë për mua që të kaloj, do të thënë unë nuk do jem aty kur ai të ketë nevojë të kaloj rrugën. Dhe pastaj pash atë dhe mendova, unë do jem një ditë 80 vjeç dhe nuk do e kem mamën. Pastaj mami ka qenë beb. Po ti hyke themi në beb. Dhe kam qarë 1 orë. Nuk po tallem, për zotin kam qarë 1 orë. 1 orë. Okay. Mund të flasim për gjëra më konkrete se sa shkojmë te ditë. Nuk futem në këto overthink me të drejtë. Unë futem te gjëra që na ndodhin në situata. Po, te situata, për shembull nëse unë zihem me dikë, ti kisha thënë kështu pse i thash. Po, do të thënë, mendoj e stërmundoj veten, ndoshta të gjej anën e mirë të gjës, por e stërmundoj kot, sepse personi tjetër përballë nuk e bën këtë gjë ndoshta. Edhe në fakt, nga që the stërmundoj kot, unë sa herë bëj overthink, mazi e bëj, domethënë, është më mirë kur nuk mendoj gjë fare dhe më vijnë gjërat instiktivisht, sesa kur i mendoj dhe them me vete që po bëj ndonjë gjë të zgjuar, thjesht e bëj më keq. E di se kam gjetur kurën time unë të overthinkut, se shkoj një nivel overthinku që nuk ju a shpjegoj dot dhe nuk po dilja dot. Me thënë, mendoja në mëngjes, mendoja në drek, nuk ishte vetëm në dark vonë. Ke pas një momentin fakt ku po laje dhëmbët një ditë dhe ishte kështu. Po ti lan, ajo la dhëmbët me ty? Jo, më ishim një herë. Keni filluar bashkëtesë? Jo, më përpara, shumë kohë më përpara, ishim në shtëpi dhe po ishim gati te shtëpia Kisianës, edhe rrim te Kisiana kështu. Po mendon ti, jo thjesht është mëngjes, është mëngjes apo dark? Mëngjes. E po mëngjes nuk jam fare, nuk figuroj kështu me trofë. Unë nuk jam dark, nuk është mëngjes. Jam vetëm kështu fizikisht, nuk e di ku fluturoj. Po në dark, për shembull, kur kam këto fazat e mia të overthinkut, siç mendoj për gjëra, për shembull gjëra tek qija që pse ja thash këtë, ai duhet më kishte thënë kështu, se po ti kisha thënë në këtë gjë nuk do reagonte ashtu. Gjithë kjo historia, them stop, e kap. E them tani do mendoj gjëra të bukura. E them
nesër do marr kaq klikime, ky episod do shkoj kështu. Kjo do me thënë, unë nuk e bëj dot këtë gjën. Po është the art of overthinking. Është jam mastermind. Kam arritur doktoraturën e overthinkut. Të paktën kur jam shtrirë në dark për të fjetur, se është errësirë, më kap melankolia dhe nuk e bëj dot këtë gjën. Zakonisht kjo gjë që ti thua mua më dot për shkak kur heci, mbas ditëve ose në dark, heci vetëm dhe jam vetëm unë me mendimet e mia. Dhe aty çuditërisht kam shumë mendime pozitive, si këtë që thua ti. Po në dark kur shtrihem nuk më vjen asnjë mendim pozitiv. Po ja, pra duhet ta stërvisësh trurin. Po si ta stërvis? Mua më kanë mendime pozitive. Mua për shkak më ka ndihmuar kjo gjëja që më përpara i flisja shumë gjërat ose i jepja zë, dhe tani më ndodh diçka dhe nuk vi ta flas më me shoqërinë, aq shumë që ta bëj dramë, shumë ndodhi, okay, let's go, mund ta flas një moment. Dhe një gjë tjetër është që për overthinking, për shkak që e kam kuptuar te vetja është diçka që quhet self concept, nuk e di a dini, është që ti më thënë ta trajtosh veten në mënyrë se si të doje ti të shikonin të tjerët. Pra nëse ti ai person po të gjykon, mos e mendo sikur je ti ajo që po mendon ai, kupton? Ti je dikush që ti e ke krijuar në trurin tënd. Pra, Psikologema. Është e vërtetë, unë mund ta mendoj veten që jam diva, po nëse unë nuk e ndjej, pra. Po, nëse unë se ndjej brenda vetes dhe them jam diva kot, nuk do jem kurrë një diva. Kështu që është pastaj kalojmë te manifestimi. Pra se kjo s'ka lidhje me overthinking, kupton? Po, overthinking nis edhe nga kjo gjëja, kur ti nuk e do veten dhe nuk përpiqesh ta ndryshosh. Jo, s'ka lidhje, se për shembull nuk ka lidhje vetëm me veten, ka lidhje me situatat që ndodhin gjatë ditës. Unë për shembull kur ka qenë vjet po marr që ishim këtu në Vil dhe ishim shumë njerëz të rinj, mendoja për çfarë do lloj njeriu, pse ma tha këtë, po sikur unë ti kisha thënë kështu, ai u soll kështu me mua, nuk do të isha sjell unë, se ishte shkak pasoj. Do thënë e gjithë kjo dhe në fund ditës çfarë zgjidha unë me këtë? Asgjë. Thjesht mbi ngarkon veten. Thjesht mbi ngarkon veten, dhe dëgjojmë tjetër prapë me tjetra mendime. Kështu që nëse unë nuk e stopoj trurin tim, vetëm unë e kam në dorë ta bëj këtë gjën, askush tjetër nuk do e bëj. Shumë e vërtet. Edhe duhet, fal. Jo, thoja. Dhe gjë tjetër që t'ia shtoj Kesian është t'i japim kohë dhe situatave, se në disa situata ne mundohemi ti ngarkojmë shumë, për shembull ndodh diçka dhe direkt overthink, e ke parasysh, mendojmë, më mirë t'i japim hapësirë, dhe ndoshta një moment të dytë jem pak më e qetë, dhe ndoshta përveç asaj që tha Kesiana që e fik trurin ose ku diun, çfarë është një gjë që ju bëni që e stoponi overthinkun? Se për shembull unë të them të drejtën, para disa kohësh mund të them që bëja overthink më shumë se tani. Tani nuk e di, a ndoshta kanë qenë situata tjera që është bërë më e vrullshme, vjen një moment ndark jam aq e lodhur sa unë nuk bëj më overthink. Po pra. Dhe ka shumë momente që unë dua të jem vetëm me vete dhe të mendoj dhe të analizoj situata siç bëja dikur, dhe nuk e bëj dot më. Nuk e di pse kam trurin shumë të migarkuar ndoshta në këtë fazë të jetës, sa nuk e bëj dot më as të analizën si dikur. Po për shkak për njerëz që nuk e kanë këtë butonin e fikur, çfarë mund të jetë një gjë? A do të hapësh një film, a do të hapësh një këngë? Çfarë është një gjë që unë kam problem për shembull këtë, më fal. Këtë pjesën e filmit që the, mundohesh të ta bëj, thjesht unë nuk kam përqendrim në momentin që filloj mendoj. Ai thjesht është aty, figuron. Po, dhe unë. Dhe ti e prapë mendimet e tua. E di çfarë funksionon që si fillim ta emërosh atë gjën që një sekond you're overthinking dhe kjo gjëja po ndodh, dhe në momentin që jep zë dhe je self-aware që ti po bën overthink, truri jot vet e ka aftësinë që të slow down. Edhe take a deep breath. Kjo frymarrja, kemi probleme frymarrje. Mua funksionon për çdo gjë. Edhe kur jam me ankth, edhe kur bëj overthink, thjesht një deep breath edhe slow down. Është ideja që thjesht ngadal. Mua më ndihmon shumë ecja, nuk e di, kam qejf të bëj aktivitet fizik, më ndihmon ecja, dhe gjë tjetër që e kam kuptuar është që flas me veten, si ti jem shoqë, për shembull i them që çfarë shqetëson, dhe i kthej përgjigje vetes dhe mundem ta shqetësoj, asgjë nuk do ndodhi, thjesht rri e qetë, kupton, dhe mundem me ato mendime të këqija që mund të më vinë në mendje, i jap vetes kurajon që lëret e ikin, kupton, e pranoj, se faza tjetër e overthinkut është ta pranosh që ti po mendon, siç tha dhe Klea, gjëra të këqija dhe pranoj, ato ikin vetë, domethënë nëse ti nuk ju jep aq shumë fuqi atyre mendimeve, ti vazhdon. Kurse unë këtë pjesën nuk e, domethënë e kam pas folur me veten, po më duket sikur e rëndoj akoma më shumë, se nga një pyetje dalte një tjetra dhe futem në grima dhe në gropa më të thella. Po për shembull kam ato 2-3 njerëzit e mi që thjesht flas me to dhe marr pastaj mendimin pozitiv që më thon ato, e fus në tru e them pritse, nuk qen ka vetëm kështu si e mendoj unë, po qen ka edhe kjo ana tjetër dhe kështu pastaj apo kurse unë marr mendimin e 100 dhe bëj gjithmonë si më thot koka ime, po në fund them okay se e hëngra prej kokës time, kështu që është okay. Mendoj vetëm të marrësh me po që është shumë okay, mendoj dhe të bësh overthink. Pyet 100 vet dhe bëj si do vet thot populli. Ema, unë se nuk e the shprehjen. Ma more ti sot. Ti pak bravo. Sot bravo Ema. Jo, bravo.
Unë mendoj që jeta është shumë e gjatë që ti t'i japësh ai shumë fuqi një mendimi që pas 5 vitesh as nuk e mbash mend fare apo një situatë që nuk e për ta mbajtur mend. Kjo është ajo që më motivon mua. Bravo Ema, bravo. Bravo, ja, piva Fort Ema. Ty të motivon kjo, kurse mua më motivove ti që të mësoja makinë. Sa kemi Si ishte që thjesht sa duket, po Pse nuk e mësoj unë makinën? Jo. Vektorit për që kam njësër unë, do hap një autoshkollë. përgjigja është shumë e thjeshtë, nuk e mëson Klea se ne duam akoma qytetarët e Tiranës të jenë të sigurt rrugëve. Dhe gjallë. Shifeni. Sot do mësoj makinën! Atëherë, jemi lodhur që gjatë gjithë kohës, unë dhe Kesiana kemi qenë vetëm ne në timon dhe asnjëra nga ju nuk e ka marrë një herë timonin. Kështu që ti Crystal e ke marrë një 2-3 herë dhe ke dështu, gati sa s'e ke përplas me pemë, me dritare, me dyrë, me gjitha. Kur ka ndodhur ka ke fakte? A ke fakte? Kam fakte! Ja! Po përëndi o zot. O zot, Okej, nuk e ikëm, okej? Nicim, rritë e Avash, kësia. sa je? Joni gjera me e mire! Të mos potencion! Goza, kush është ama rejti joj? Ani bami tuash. O, zoti ma! Rrotulloj goma se ram, rrotulloj edhe pa. Crystal, sot ti do mësosh makinën që në xhirimet e tjera unë dhe Kesiana të rrim si princesha. Kemi 1 vit e gjysmë që vetëm japi makinën. Jemi gati të mësosh makinën? Okej, vetëm e dua me dashuri, me qetësi dhe me vëdhatime. Me dashuri do e filloj. Po mbledh pak energji tu me Ema. Pastaj, nëse i shoh se nuk je nxënëse e shkëlqyer, që i nxë mirë mësimet. Okej, jam gati. Tani, ne kemi ardhur me detyra shtëpie të bëra me lapz e letër sepse Kristën mund ta ketë marrë patentën në format e veta dhe ndoshta këto shenja i ka parë duke kaluar rrugës dhe nuk i njeh. Jo, i di shenja Nuk tu. i njeh. Kur semafori është shil duhet hecë, kur semafori është i kuq duhet ndaloj. Unë kam marrë dhe konin. Koni që tregon vendin se si duhet të parkosh. Në mungesë të konave real janë veshur unë si kon për t'i mësuar Crystallit tabelat. Ky kon nuk duhet të shtypet sepse është një jetë njeriu brenda konit. Jam unë. O zot, ma po shumë pyetur me këto njerëz. Hajde. Duhet ti besosh personin që ke përballë, okay? Mos u hallakat. Për momentin ka përballë Emën që duket okay. një gjendje questionable. Duhet ti besoj? E më beso mua. Okej. Ema thjesht është. Okay. Jemi! Çfarë do shtypim kur jemi pa? Qa ishte? Frenat! Dhe e marrim këtë, e shtypim këtu. 3, 2, 1. Shëm frenin, avash. Nëse afrohet, të lutem ik me vrap dhe shpëtoj jetën. Okej, tani, unë jam koni, i ke syt në ballë, më Koni! shiko. Qose jemi 1 metër afër, je në zonë rreziku. Okej, Kristall, të lutem, lëshojmë frenin me avash dhe nuk shtypim gaz. unë jam koni, s'ka gjë, nuk ka gjë, unë jam koni. Unë jam koni, nuk jam Ema, më shiko mirë, unë jam koni. Kujdes, Hajde, nuk e shoh dot. unë jam koni. Avash, i ke lëshojmë syt në frenin me avash dhe nuk e ballë, shtypim po asnjëherë deri në fund. Frenin! Frenin. Lëshoj frenin me avash. Me avash. Lëshoj. Nuk ka avash. O zot! Cila është shkronja me të cilën ecim mbrapa, indietro, reverse. Doja. Kush? Doja. Po të doja jemi tani! Ku e ke sënë, moj? Sport. Qa thot, më qa thot? është reverse. Rëja. R, shtype, si e shtypim R? R, ecim mbrapa. Hajde, nisuni, nisu. Lëshojmë frenin me Nisu, avash. moj. Bravo, ec. Hajde koni drejtoje. Hajde, ec, fut. Ec. Ema, mos ndila në Ema se po të fluturoj. Ec. Ema nuk je sigurt aty mbrapa. Stop. Për të ecur mbrapa. Çfarë shohim për të ecur mbrapa? Rrugën. Si e shef rrugën? Kur rrugën e ke para dhe do ecësh mbrapa. Them kokën mrapa. Pas Okej, shumë mirë. Jam e qetë. Nuk Këtë? nuk shohim pasqyrën këtej dhe pasqyrën andej. Unë mendoj që pasqyrat Kesiana janë shumë të rrezikshme për të pas makinë, se shihet neve jemi bërë shumë bukur sot edhe Më djathtas.
Më djathtas. Djathtas o Kristël, nga e ke djathën, me ato që shkruan o Kristël, djathtas. Bravo, ec. Rrotulloje timonin. Rrotulloje. Rrotulloje timonin. Hajde. Jepi më gaz. Bravo. Po jepi gaz. Jo, gaz. Jepi gaz. Jo, mos të gjoh, të mos të gjoh. Hec. Ec. Edhe pak. Drejtoje para tani, dëja. Mos i shtyp frenat nga skundi. Ec, 1 minutë ecet e pak mbrapa, ecet e pak mbrapa, kemi vënë mbrapa. Ecet e pak mbrapa. Shikon, nëse ti përplas atë betonin aty, Okej, super. ne fluturojmë direkt para. Ju instruktore të pafta, keni një shofere që askush nuk e ka parë dhe s'ka vënë vip sigurimi. Me cilën shkojnë ecin para, Kristël? P-ja. D-ja. Okej, shtyp. Diversity. Drive. Universitet. Drive. Lëshojmë frenin në avash dhe ecim para. Mos e shtyp gosh, do Kristël, jo gosh, bam, direkt. Hish me delikatesë, mbaje, dhe pastaj kur vi momenti që të afrohesh shtype pak, që të ndaloj makina. Okej. Hajde, jepi tani. Me kujdes. Hajde, 1, 2, jo. Yes! Edhe i herë, me qetësi. Sekondë se nuk është... Ec vetëm drejt. Lëshoj frenin. Jo, zot! O, zot! Hajde. Qoj të roja prap. Ose ecë edhe pak para, Pak! Ball. Okej, e zbuti frenin. Hajde tani. O, Tani. zot! Shtyje prap mrapa Kristël, si të mësova unë, dhe ecë para që ta drejtosh makinën. Shtyje mrapa, bravo, mjafton. Ecë para tani. Me qa ecim para? D. Shtype dën, mbajmë frenat shtypur, shtypim dën. Shtype, bravo. Ecë para. Mos e shtyp frenin. Pak. Ashtu. Bravo. Mjafton. Bravo. Qa janë këto këtej që shofim për të futur këtu? A mund të bëjmë pak stretching? Jo, nuk. O, zot, ta lësht të timon 2 orë. Ua, kjo na len rrugë. Ha, u të streqove. Nuk mundem. Ose kjo shumë afër makinën me këmbët. 1 minutë se ka po bën stretching. Po kjo s'ka shtyp frenat, moj motor, ka çu në rëm me pa frena, moj motor. Po qa bën, moj Kristël? Pse u dojq? Po si, moj Kristël, qojtë e po do ma thysh kamion, moj Kristël, moj Kristël, qojtë e pëja. Një sekundë, nuk kam si ta thy kamës, ti nuk ma shpjegove qa është kamjoja. Kamioja? Nuk ka qa të duhet kur ti do të mësosh një frena dhe gaz se me na u motor. dush makina, na u fik fare. Shtyp frenën tani. Qojtë e rëja. Jo të dëja, të rëja. Okej. Hajde, hec mrapa tani. S'është ndez makina, haj. Hec. Shtyp gaz. S'bën, e ka dje kamion. Ndize makinën. Shtyp fren, ndiz makinën. Rrotullo Chelsea. Mero t'i kejsjana njësë, Nga më kombit fikt. Shtype Shtype moj Chelsea fort, nuk i dhem Chelsea, do i Kristël. Po nuk punon o Ema Chelsea, nuk Shtrëngoj punon. Po shtrëngoj kështu bam. Po si s'punon, shtyre frenin fort. Qojra, ec mrapa. Ha, O, po pse zalon, Shif, ec, pasqyra. zot. o, zot! Mjafton. Ec, E ka fut. a i shef vizat A mrapa. futa një atje shoh dhe një këtu, shoh Ku e ke futur moj motor, ne jemi shumë larg parkimit. Jemi ku do përveç se në parkim. Rrotulloje. Ec. Bravo, ec tani. Ec. Ashtu, fillo drejtoj timonin. Drejtoj pa, kështu. Si që ke thënë ti, kur qunat. Ec. Bravo. Ec. Si që ka drejt. Ec. Zot! Kujdes. Rrotullo timon. O, shkreta. Ec. Hajde. E, parkimi është shumë shef. Bravo. Kolloje pak më shumë. Më shumë. Deri në fund. Ha. Ec e them unë, ec. Hajde, edhe pak, kujdes, stop. U ma the humbën. Ua, desh na i hoqi hundë dhe buz. Shumë. Jo. Ec. Mjafton. Ec. Edhe pak. Ec. Mjafton. Jo, mos peci më se s'ka Stop. ku shkon më. Si e ndalojmë dhe e fikim makinën, Kristël? Me Chelsea. Jo, Çfarë bëjmë? Kemi një proces para kësaj, cili është? Këtu, D-ja ecim para, R-ja ecim brapa dhe çfarë shtypim për të vendosur makinën në parkim dhe për ta fikur? Pa. P. Çojen P.
Mos e hiq këmbë nga frenat. Okej. Çoj lart frenat, do që mos tiki makina. Bravo. Hiqe cecë. Hiqe cecën? Hajde që qatë e bërta. Ishe ripin? Po pas ka parku mirë, po nuk del jashtë rrit. Bravo, Krista, po s'ke fute vizat. Shi. Me shumë mundim, por ti e futet e vizat. Është parkimi keq. Bravo, Krista! Faleminderit! Na dolën djersët ne me këtë. Ne, na dolën... Da su dhe faleminderit se të kena animu. Po, nuk është shumë drejt, mu ta kishim bërë pak më mirë. Je gati për të Je përgjigje? gati. Ndihesh gati? Je lumtur. Nuk ka parkimi. Qiko, kam një super ide. Po sikur, të më mësoni dhe mua të jap makinës. Makinën? Kleas! Klea! Hajde. A t'ja mësoj unë? Gjithë pasagjerët vejnë rripat e sigurimit. Bravo, ti e një Shëja e përgjegjës. përgatitur. Ua, Klea, lutëm, stop! Stop se duam jeta! Si ja? Por nëse shkej antore rrugë drejt. Jo, E co tash që ta marrë Kesiana ti kem për shtëpi. Jo, kam një ide më të mirë. Neve do ikim, edhe do t'i jap unë për Tiranë. Mo instruktore Ema. Qa instruktore. Nejse, po për të parë se kush nga ne do martojt këtë video, duhet të bëni subscribe këtu poshtë. Kam ide si të mirë, A, që ke do ide bëjnë si të subscribe, do më thënë. Nejse, duhet të bëni subscribe, po shifeni pak se kush do martojt këtë video. Goca mirë se erdhët në Fier. Mirë se u gjetëm. Po kemi ardhur nga halli këtë herë. Pa. Do martojnë apo jo? Unë kam hequr dorë, po unë nuk mendoj që të martojmë këtë vit, po që si e provojmë. Unë ja kam lënë fatit edhe sot do e vendos nëse do martoj. Sa emocionuar ishe kërte. Nga të ta nisë. Ta shpjegoj pak se që do bëjmë? Tani na shpjego pak trendin se unë s'e kam Po, parë ky shera është parë trend gjë. i ri në TikTok, ku vendosim nga një unaz floriri në mes, një gotë me ujë, një letër të prerë në formë shumë të drejtë, zoti koordinator, bravo, dhe i vën flakën, në qoftë se unaza bie brenda te ujë. Ika, të martuat. Iku rinia, iku andaleja. Iku andaleja nuk ka më gocë, edhe nuk e di çfarë do bëjmë pastaj. E nisim? Sikim do tas gavaj në këmbë. As durrës. Të provojmë fatin. Hajde, Klea. Shavas po i vëm flakën. Nga të 4 cepat. Nuk e di pse kam përshtypjen që Klea do mund të martoj. Një unas me diamanta, se ti e ma e veçanta. Të unas për ty eruj. Shpëtove moj Klea. Jo, prit. Si dihet? Nuk i dihet. Kujdes u dojsh. Apo s'ti gjet. Nuk i dihet. Guashi po dishet këtej dhe nuk dishet. Ua. Spjer. Klea do martohesh! Dyshoj shumë. Ti ke thënë edhe që do bësh fëmijë. Jo, ka thot kundërt, po nuk ka gjë. Okej, vazhdo. Kalave Kesian. Në qoftë se fati im ka ngelur në këtë gocë me ujë, unë do vras vete, Tani nuk e unë ta di. di si nga ligjet e fizikës. E boll tash nuk më ngesh. Okej. Nuk do ishim ta ndaj. Unë po lutem që Kesiana ta hesh derë. Mua nuk më bën sens, unë mendoj që të gjitha bien poshtë. Unë nuk do martohem këtë vit. E pri sa vështirë Lajm vinte i rrem. Kleas. Pse më pse? Dhe Klea me shumë Prit. Pse se Kesiana s'po i dishet ndryshe, nuk po i dishet si Klea. Jo, nuk do martohem. Kesiana! No! Nuk do martohesh! Ngel edhe këtë vit beqare. Dhe ajo që e do më shumë dashuri, ajo që është pro dashurisë, ajo që është pro dashurisë, Pro familjes. do 911. se ka thënë Ema. Duhet si isha shpreha, Asnjëherë nuk duhet ta duash diçka shumë sepse nuk të vjen. nuk të vjen. Kështu që mos e duaj. A ne se Jo, nuk do martosh, nuk kam. Asu s'kam për të martu, po hajt. Unë i herë s'ka shanse, po nejse. E imi as nuk digjet. Leje.
Mos më martu as ti, trini bashkë pas ta pa punë. Ne kemi thënë, deri 30 vjeç. Ku ka shanse, nuk ekziston, ja. Do martohesh! Nuk ke ju martohesh! Rime. Nuk do martohesh. Po se më po sirak shumë herë. Do të thënë që ka dashuri e fortë, sirak. Do nuk ishin. Hajde Kristall. Kristall, jemi me ty. Dasim. Kristall, u dojë. Hajde, ja, Kristalli, me të parën. Hajde Kristall. Kristall. Edhe që e kishe me gur të madh. Kristall, kërkojmë rinovim kontrate për 3 vite të ardhshme. Ika unë Ne që si jemi pro dashurisë, Unë jam shumë pro dashurisë, po nuk do martohem këtë vit. Kristall. Jo, na ka martuar. Jo, Klea më surprizoi, se Ema nuk duke si njëri që mund të ngelin derë. Klea duket si njëri që do ngjetin dorë. Mendoj që nëse dikush do martohej e para nga 8-4-ta, do isha unë që marr vendime impulsive. Vërtet, se ti duhet for the Jo, plot. më duket sikur Klea po shijon jetën. Po mirë, hajde bëjmë një tjetër për fejes të paktën. Fatin me zor. Kurime, ju të dyja vitin tjetër me kismet. Po jam shumë Bëjni dhe ju një kështu? Të di nëse edhe ju e keni provuar këtë trendin. Edhe presi së gjerinve për burra. Mua me ke si hatër, me komete. Lutem me po do foti plotësoj. Gramos, beshi. Priti herë sa asu dhe Klea s'kemi, kështu që kandidatët të shkruajmë poshtë. Ja, deri në moshën. A ne, mos i japim detaj. Ju duam dhe. duam. Dhe jemi gjithë me ju. Ma flakni këtë gotën tani mos ta shoh këtë më. Kush Bruno, merresh, duke. A është e vërtet kjo? Po. Është e vërtet. ¡Ándale!